Faleminderit shumë kryetar Krasniqi, faleminderit në emrin tim dhe në emrin e kryesisë së punës për angazhimin, për përkushtimin dhe për shembullin e jashtëzakonshëm që ke sjellur jo vetëm me mënyrën se si ke udhëhequr, por edhe me mënyrën se si po e lirohet detyrën. Në këto momente përfundon pjesa solemne, kushdo që nuk është delegat e ftojmë të pjesa solemne ka përfundu. Nuk mendoj që s'ka përfundu pjesa solemne. Membri ka paraqitur dorëheqjen, na këtu e kemi zgjedhë dhe duhet ja miratojmë dorëheqjen. Është procedurë që duhet me respektu gjithë dhe duhet me zbatu gjithë. Faleminderit. Faleminderit zoti Aliti, ne në kryesi ja kemi miratuar dorëheqjen, po me që po kërkoni edhe ju konventa, kush e pranon dorëheqjen? Po, Gjelbër është për. Kush është për? Atëherë konventa 12 e Partisë Demokratike të Kosovës me shumicë votash e miraton dorëheqjen me shumicë votash e miraton dorëheqjen e kryetarit të deri tanishëm zoti Krasniqi.